Nuk po hiqni dot kilet e tepërta, ja faktorët që ndikojnë. Humbja e peshës nuk është diçka e lehtë, pavarësisht nëse keni filluar të ndiqni planin tuaj për të rënë nga pesha ose keni javë të tëra që përpiqeni. Ka disa zakone që duhet i shmangni në çdo kusht. Nuk po kontrolloni ushqimin që konsumoni, pavarësisht nëse një lloj ushqimi i caktuar konsiderohet i shëndetshëm ose jo, nëse konsumoni në sasi shumë të mëdha, atëherë mund të ngadalësoni metabolizmin tuaj dhe këshillohet të ulni edhe numrin e kalorive për të pasur një dobësim më të shpejtë. Pa anashkaloni vaktet. Anashkalimi i vakteve ju bën mirë vetëm në disa raste, por nëse ja anashkaloni për një kohë të gjatë, mund të teproni në vaktin e ardhshëm dhe kjo do ta bëjë të vështirë humbjen e kileve. Po konsumoni pije me sheqer. Siç e dini, sheqeri është armiku numër 1 i peshës së tepërt dhe veçanërisht ngadalëson metabolizmin. Nëse jepni përparësi ushtrimeve dhe jo ushqimit, ky është një gabim tjetër, i cili mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj.